Bardhet ngjarja në Tiranë plagosi aksidentalisht me armë shokun, arrestohet 19 vjeçari, pas hekurave dhe 2 të rinj. Një ngjarje rënd u regjistrua gjatë orëve të paratë mëngjesit në rrugën Berit Beker, ku një 17 vjeçar ka mbetur plagosur me armë zjarri në rrethana aksidentale. Sipas informacioneve zyrtare rreth orës 01:40, shërbimet e policisë janë njoftuar për plagosjen dhe kanë mbërritur menjëherë në vend ngjarje, duke nisur hetimet për sqarimin e rrethanave. Nga veprimet e parahetimore rezulton se ngjarja ka ndodhur në banesën e shtetasit RS, 19 vjeç, i cili dyshohet se duke menduar se arma e zjarrit pistolet nuk ishte fishek në fole, e ka shkrepur aksidentalisht duke plagosur shokun e tij 17 vjeç. Në përfundim të veprimeve hetimore, policia ka arrestuar në flagrancë 19 vjeçarin RS për veprat penale, plagosje rënd nga pakujdesia, mbajtja pa leje armëve dhe municionit luftarak dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Gjithashtu janë arrestuar dhe 2 shtetas të tjerë, AV 20 vjeç dhe HH 22 vjeç, të dyshuar për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. 17 vjeçari plagosur ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Njoftimi i policisë: plagosi aksidentalisht me armë zjarri shokun e tij, vjet në pranga 19 vjeçari. Vjet në pranga edhe 2 shtetas të tjerë shok të tyre. Sekuestrohet arma e zjarrit që 19 vjeçari e posedonte pa leje rreth orës 01:40, pas njoftimit se në rrugën Berit Beker ishte plagosur me armë zjarri një 17 vjeçar. Shërbimet e sektorit për hetimin e krimeve të rënda kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje me qëllim sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të rastit. Nga veprimet e parahetimore rezulton se në banesën e shtetasit RS 19 vjeç, ky i fundit, duke i treguar armën e zjarrit pistolet shokut të tij dhe duke menduar se nuk ishte fishek në fole, ka shkrepur aksidentalisht dhe përpasojsh plagosur 17 vjeçari. Në përfundim të hetimeve të parahetimore u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit RS 19 vjeç për veprat penale, plagosja rënd nga pakujdesia, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak. U arrestuan shtetasit AV 20 vjeç dhe HH 22 vjeç për veprën penale që pengojnë zbulimin e së vërtetës. 17 vjeçari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe sqarimin e të gjitha rrethanave të ngjarjes. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.